تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vëllezër të dashur, ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor El Muharrar fil Hadith të autorit Ibn Abdul Hadi El Hanbali rahimahullah, dhe jemi te pjesa libri Kitabus Salah, te kapitulli forma e namazit. Dhe këto hadithe që do mësojmë sonte bi'idhnillahi ta'ala janë hadithet e fundit të këtij kapitullit, do të thonë kapitulli formës së namazit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe hadithi 262 thot autori rahimahullah: wa an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان، فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو السلام، فإذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتموها أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. متفق عليه. Te ky hadithi I Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu që transmeton, tregon kur faleshim pas pejgamberit alayhi salatu wassalam, në teshahhud e përdorshim domethënë me thënë es-salam, qoftë selami mbi Gjibrilin, Mikailin, dhe qoftë selamin mbi filanin dhe filanin. Atëherë, pas namazit, na u drejtua pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe na tha: me të vërtet Allahu është es-salam. Dhe këtu do shohim tash domethënë në vazhdim të hadithit tjetër, të riwajetit tjetër, që e kanë përdor po ashtu edhe es-salamu ala Allah, qoftë selami mbi Allahun subhanahu wa ta'ala. U ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, me të vërtet Allahu është es-salam. Nëse dikush prej juve falet, e fal namazin, dhe ka arritur të shahudi, atëherë domethënë le ta thotë këtë lutje, këtë formë të duas, at-tahiyatu lillahi was-salawat wat-tayyibat, as-salamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, as-salamu alayna, domethënë le të jetë edhe selami, qoftë selami mbi neve dhe mbi të gjithë robërve të devotshëm. Kur e thot pejgamberi alayhi salatu wasallam dikush për juve këtë formë të lutjes, I ka përfshi kjo lutje të gjitha robërit të devotshëm që janë në qiell dhe në tokë. Pastaj le thot domethënë se ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pastaj le të zgjedh doni lutje domethënë që I pëlqen atij dhe le të lutet. Pastaj domethënë le të zgjedh doni lutje që I pëlqen atij dhe le të lutet me ta. Këtu domethënë tregon se ajo lutja mundet me qenë me përmbajtje për çështjeve të dunjas, që ai kërkon diçka prej dobive të dunjas, dhe prej çështjeve të fesë, dhe çështjeve të ahiretit. Imamu Sunna Imam Ahmedi rahimahullah thot, lutjet në këtu në teshahhud, domethënë duhet të jenë domethënë pasi që e bën domethënë edhe salavatin,
t'jenë lutje domethënë që lidhen me fen dhe ahiretin. Jo lutje rreth ose për çështjeve të dunjas. Këtu domethënë në gjatë teshehud. Imam Abu Hanifa rahimullah thot se lutje duhet të jenë domethënë të bazuara në librin e Allahut subhanahu wa taala. Për ndryshe domethënë zbon njeriu nga vetvetja ti lutet Allahut subhanahu wa taala në këtë vend këtu domethënë pasi që e bën teshehudin, pasi që e bën salavatin, pastaj. Por ky hadithi thumma liyatakhayyar min ad-du'a. Liyatakhayyar domethënë le të zgjedh ndonjë dua. Por duaja thon dietarët tjerë domethënë me kuptim të saktë. Me kuptim domethënë të drejtë, me kuptim të saktë, jo me qenë domethënë në kundërshtim me tauhidin ose me kundërshtim me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pastaj hadithi tjetër, që janë 3 ose 4 hadithe të përafërta, që tregojnë domethënë formën e teshehudit, është hadithi po ashtu të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu, ku thot kunna idha kunna ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi s-salah, kur ishim me pejgamberin alayhi salatu wasallam në namaz, qulna as-salamu ala Allahi min ibadi. Qoft selamin mbi Allahun nga robërit e tij. As-salamu ala fulan wa fulan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu as-salamu ala Allah. Mos thuani qoft selami bi Allahun subhanahu wa ta'ala, fa inna Allaha huwa as-salam. Me të vërtetë domethënë Allahu është as-salam, që kjo e vërteton domethënë se është emër për emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, as-salam, që do të thotë i pastër nga çdo emet. I pastër domethënë nga çdo emet, siç është domethënë në përkthimin e diturisë së Kuranit të ustadit ton Xhemalit. Pra domethënë këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam u ka thënë sahabëve ridwanullahi alehim mos thuani as-salamu ala Allah. Sepse thot shejhu jon Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah, ne i lutemi Allahut e nuk lutemi për Allahun. Kjo është një dallim të madh. Ne i lutemi Allahut, ja drejtojmë Allahut subhanahu wa taala lutjet tona, por nuk lutemi për Allahun subhanahu wa taala. Sepse ajo është i cili është i pastër nga çdo tmet dhe i ka cilësi domethënë të plota dhe të patmeta. Prandaj ne i lutemi Allahut, ja drejtojmë Allahut subhanahu wa taala lutjet tona e jo të lutemi për Allahun subhanahu wa taala. Kurse në lidhje me krijesa, thot Sheikh Abadi hafidhahullah, lutemi për to dhe nuk u lutemi atyra. Do thonë nuk u drejtojmë lutjet tona krijesave. Por lutemi për to. O Allah më shiroj filanin, o Allah falja atit, o Allah e kështu me radhë, jepi atit risk, furnizoj me fëmijë, e kështu me radhë, udhëzoj filanin. Do thonë lutemi Allahut subhanahu wa taala për krijesat, Dhe hadithi i radhës, që është 264, عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن طاووس عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, na mësonte neve pejgamberi alayhi salatu wassalam teshehudin, ashtu siç na mësonte edhe surrat të Kuranit. Do thonë ishte çështje e përpikt, precize. Fa kana yaqul, dhe teshehudi që e kishte dëgjuar dhe kishte mësuar Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma nga pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Kjo është shahudi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, i cili dallon pak nga të shahudi domethënë të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Dhe po ashtu ka edhe një formë tjetër të teshehudit që është prapë për afërt me këto dy teshehude të Umar al-Faruqit radhiyallahu anhu. Të tri, thot Sheikh Abadi hafidhahullah, të tri format e teshehudit janë të sakta. Cila e zbaton namazi yt është në rregull. Por nuk bën gabim është nëse ti të trijat gjatë njëjtit teshehud i përdor. Do thonë gjatë njëjtin teshehud e ul tash në namaz, për shembull namazi i akşamit,
edhe tash në teshehudin të parë ose të dytin, i bën të gjitha këto format. Formën e Abdullah ibn Mas'udit, formën e Abdullah ibn Abbasit, formën e Omerit radhiyallahu anhum, kjo është gabim. Po nëse ti e bën formën e Abdullah ibn Mas'udit gjatë namazit të akshamit, pastaj gjatë gjatësisë e përdor formën e teshehudit të Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, pastaj për fexher e përdor të Omerit radhiyallahu anhu, kjo është domethënë në rregull dhe sakt. Në rregull domethënë dhe sakt. Imam Ahmedi rahimahullah dhe po ashtu Imam Abu Hanifa rahimahullah i japin përparësi të shehudit ose formës së të shehudit të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Domethënë Imam Abu Hanifa rahimahullah dhe Imam Ahmedi rahimahullah e shohin domethënë ose si më thon e favorizojnë forma e të shehudit të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu. Kurse Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris Shafi'i rahimahullah, jep përparësi ose favorizon formën e të shehudit të Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma. Kurse Imam Malik rahimahullah e favorizon formën e të shehudit të Umar al-Faruqit radhiyallahu anhu. Po si që thamë domethënë, çështja është e gjerë dhe ka hapësirë, por gabimi është nëse ti i bën të trejat për një herë. Këtu qëndron gabimi. Por nëse ti i bën domethënë në namaze të ndryshme, atëherë është çdo gjë në rregull. Është çdo gjë domethënë në rregull. Dhe hadithi 265 po ashtu të Abdullah ibn Mas'udit radhiyallahu anhu thot: "Kunna naqulu fi s-salah", thojshim në namaz, qabla an yufrada at-tashahhud, para se të bëhet teshehudi, domethënë obligim, detyrë. Esselamu ala Allah. Qoftë selamin mbi Allahun subhanahu wa ta'ala. Domethënë kjo para se të bëhet domethënë dhe prej kësaj e kuptojmë se teshehudi i fundit gjatë namazit, teshehudi i fundit flasim, është shtyllë prej shtyllave të namazit. Kurse teshehudi i parë është wajib, është wajib. Por nëse njeriu detyrën, wajibin që e ka, e le me qëllim, atëherë namazi i tij prishet. Namazi i tij prishet, siç e thot Sheikh Zeidi rahimahullah. Po ashtu, domethënë thot Sheikh Zeidi rahimahullah se nëse ndodh, thot Sheikh Zeidi rahimahullah, që gjatë të shehudit së parë imami qohet në këmbë, kurse ti, se ne thamë domethënë nëse e bën me qëllim, e le me qëllim të shehudin të parë, atëherë namazi prishet. Por nëse bën me hares, atëherë vazhdon, kalon thot Sheikh Zeidi në shtyllën tjetër të namazit, që është ngritja, qëndrimi në këmbë, dhe pastaj në fund të bën sehwi sejdë. Po thot Sheikh Zeidi rahimahullah, nëse ndodh që ata që falen pas imamit, ata e din dhe kuptojnë se imami është të bo gabim. Ata e din, imami nuk e din, po ata e din se ai ka bo gabim. A duhet tash mos me ndjek imamin dhe me qëndru i ulur në teshehud? Jo, këtu edhe nëse e din se është të bo imami gabim tash, është çun këmbë, atëherë ti e ndjek imamin. E pason. Sepse kështu ka ndodhur edhe me pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe sahabët ridwanullahi alejhim. Kjo domethënë thotë Sheikh Zeidi rahimullah vlen vetëm për të shehudin të parë. Te shehudi i dytë domethënë duhet patjetër të kthehet imami aty te shehud. Nëse është shujt domethënë në rekatin e 5. Nëse është shujt domethënë në rekatin e 5. Pastaj po ashtu e përmend autori rahimahullah hadithin të Omerit radhiyallahu anhu, që është ether, një transmetim, ku thot Omeri radhiyallahu anhu, la tujziu salatun illa bit tashahhud. Do thonë namazi nuk pranohet ose nuk është i vlefshëm përveç se me tashahhud. Për vetëm se domethënë me tashahhud. Dhe siç e tham, tashahhudi i parë është wajib, kurse i dyti është domethënë është rukn, është shtyllë prej shtyllave të namazit. Sa i përket
do më thonë salavatet për pejgamberin alayhi salatu wasalam gjatë të shahudit së parë, Sheikh Zejdi rahimahullah thot, sipas mendimit të tij, më parsorë është që mos t'i bëjmë. Por me përfundu wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. E përfundon me kaq edhe çohesh do të thonë kalon në rekatin e tretë. Por ka si është Imam al-Albani rahimahullah dhe po ashtu Imam Ibn Bazi rahimahullah dhe dietarët të tjerë që thonë se është e lidhshme që me vepru. Që ta bësh domethënë salavatin edhe në të shahudin e parë. Dhe prap Sheikh Zejdi rahimahullah thotë se çështja ka gjërësi, do thonë çështja ka gjërësi dhe nuk është aq e ngushtë, por ke mundësi domethënë që donjëherë ta zbatojsh e donjëherë domethënë mos me zbatu. Edhe Sheikhu thot, Sheikh Zejdi rahimahullah, sidomos domethënë duhet mi pas edhe parasysh ato që janë lidhur pas teje. Nëse janë njerëz domethënë që janë në moshë të shtyër, ka njerëz domethënë fëmijë e kanë filluar të çajt e kështu me radhë, atëherë duhet me pas kujdes dhe ndoshta në ato raste të tilla me e lën salavatin në të shahudin e parë. Pastaj hadithi i radhës وعن فضالة بن عبيد قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا. Tregon Fadala ibn Ubaid radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasalam e dëgjoi një njeri në namazin e tij ose në lutjen e tij, nuk fillimisht domethënë nuk e madhëroi Allahun subhanahu wa taala e as nuk bëri salavate për pejgamberin alayhi salatu wasalam. Kur e dëgjoi një gjë e tillë pejgamberi alayhi salatu wasalam tha ajila hadha, ky u nxitua sepse thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, prej shkaqeve të mëdha për pranimin e lutjes është që ti ta fillojsh lutjen tënde, qoftë për dunja, qoftë për fe, qoftë për ahiret, ta fillojsh lutjen tënde duke e lartmadhëruar Allahun subhanahu wa taala dhe duke bërë salavate për pejgamberin alayhi salatu wasalam, siç e thot Sheikh Zejdi rahimahullah, duke thënë elhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kaq do më thonë, ti atë shumë nxitohesh sa që edhe kjo të ikë ty, që është kjo prej shkaqeve të mëdha që të pranohet lutja, që ti fillimisht do më thonë ta madhërojsh Allahun subhanahu wa taala, të bëjsh salavate për pejgamberin alayhi salatu wasalam, e pastaj do më thonë ta fillojsh kërkesën tënde, lutjen tënde. Prandaj kur e dëgjoi pejgamberi alayhi salatu wasalam një gjë e tillë, tha ky u nxitua. Ky do më thonë u nxitua. Pastaj tha thumma da'ahu, pastaj e thiri pejgamberi alayhi salatu wasalam e thiri dhe fa qala lahu dhe i tha idha salla ahadukum, kur falet dikush prej juve, falyabda bitamjidi rabbih azza wa jall. Do më thonë, kur lutet dikush prej juve, le ta fillojnë lutjen e tij duke madhëruar Allahun subhanahu wa taala dhe duke e lavdruar. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعد بما شاء. Pastaj le të dërgoj salavate për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Pas kësaj le të lutet ai për çka do ai. Për çka ka domethënë nevojë dhe kërkesë. Do thonë një herë ta madhërosh Allahun subhanahu wa taala, pastaj salavate për pejgamberin alayhi salatu wasallam, e pastaj domethënë lutu çka të duash ti, domethënë sipas normave të Islamit. Jo të lutesh ti për çështje të haramit edhe çështjeve të prishura. Sheikh Abadi hafidhahullah thot, ky hadith përputhet me namazin e xhenazës. Sepse namazi i xhenazës, kur e bën tekbirin e parë, çka lexon? Suratul Fatiha. Çka përmban ajo? Madhërim për Allahun subhanahu wa taala, lavdërim për Allahun subhanahu wa taala. Do thonë, pastaj mas tekbirit dytë, bën salavate për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Pastaj pas tekbirit të tretë,
lutesh për të vdekurin. Domethënë përputhet që ti domethënë e ke boti domethënë para pregaditjen, hyrjen që lutja yte për atë musliman që ti domethënë mundësia më e madhe dhe më e afërt të pranohet, të realizohet. Kur ti në fillimisht e lartmadhëron Allahun subhanahu wa taala, pastaj bën salavate për pejgamberin alayhi salatu wasallam dhe pastaj domethënë lutesh. Këtu Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu thot se pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka dëgjuar një njeri që gjatë lutjes së tij nuk e ka madhëruar Allahun subhanahu wa taala. Domethënë Fadala ibn Ubayd radiyallahu anhu, sahabi, thot se e ka dëgjuar pejgamberi alayhi salatu wasallam një njeri që nuk e ka madhëruar Allahun subhanahu wa taala gjatë lutjes së tij. Kurse te hadithi poshtë, te fjala e pejgamberit alayhi salatu wassalam kur e thiri dhe e mësoi dhe e udhëzoi, i tha kur lutet dikush për juve, le ta fillojnë lutjen e tij duke madhëruar Zotin e tij. Zot, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, Rabbihi. Kurse Fadala e din se do të thonë Fadala na transmeton tash hadithin neve, fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Në vend Rabbihi, Fadala e përdor lart kur e bën hyrjen dhe meselen me e tregu për çka dhe si, e përmend se nuk e ka lartmadhëruar Allahun, Allah. Do thonë në vend që e ka përdor pejgamberi alayhi salatu wasallam Rabb, Zot, Fadala e ka përdor Allah. Për Rabb e ka përdor Allah. Dhe tash askush prej transmetuesve të Islamit dhe ato thirrësit e tauhidit dhe mbartësit e tauhidit dhe ata që kanë dhënë jetën e tyre për këtë fe, nuk kanë ardhur dhe kanë thënë ky Fadala e ka përmend Allah për Zot, e ka ngatru tauhidin, e ka ndryshu kuptimin, e kështu me radhë. Shikoni, do thonë, kjo rrugë sa e devijume është dhe sa e shkatrume dhe sa e ngushtume dhe sa e keqe është. Do thonë, shikoni, këta do më thonë fjallat e sahabëve, tanë sahabët. Ata thonë prallajit, ne kthehemi ke dietarët. Në ëndërgji. Shejhu jon Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah thot, si që e pam do më thonë këtu ke hadithet, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma thot se pejgamberi alayhi salatu wasallam na mëson të neve të shehudin ashtu si na mëson të neve Kur'anin. Do më thonë, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam e mershin për shembulltyr të tyre pejgamberin alayhi salatu wasallam. Tabiinat pastaj, i marshin për shembulltyr sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Etba'at tabiinat. Dhe kështu thot Sheikhu Sheikh Abdul Bukhari në çdo kohë dhe në çdo periudhë dhe në çdo vend i marshin njerëzit muslimanët, imamllarët e tyre për shembulltyr. Për ndryshe thot Sheikhu, ai i cili nuk i merr dietarët të kohës së tij për shembulltyr në ndjekjen e fesë, kjo tregon se ky njeri e ndjek epshin e tij. Në do nuk e ndjek argumentin, është të e ndjek epshin. Edhe Sheikh Zejdi rahimahullah thot se padyshim do më thonë, kur e bën robi njeriu muslimani këtë lloj hyrje në lutjen e tij, duke madhëruar Allahun subhanahu wa taala, pastaj duke dërgu salavate për pejgamberin alayhi salatu wasalam, është do më thonë më e afërt dhe më e mundshme që lutja e tij ti pranohet. Pastaj, hadithi i radhës 268, عن ابي مسعود الأنصاري قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم
حتى تمنينا أنه لم يسأل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم. Ebu Mes'ud el-Ansari radiallahu anhu transmeton dhe tregon se na erdhi pejgamberi alayhi salatu wassalam te mejlisi I Sa'ad ibn Ubada. Dhe Beshir ibn Sa'ad I tha pejgamberit alayhi salatu wassalam, Allahu Ta'ala na ka urdhëruar që të dërgojmë domethënë salavate për ty. Si është ajo mënyra dhe forma? Atëherë qëndroi pejgamberi alayhi salatu wassalam për disa, domethënë për disa momente ose çaste, qëndroi I heshtur. Të pranishmit thanë, domethënë vetvete, sikur se Beshiri mos të kishte pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam, mos ta kishte bërë këtë pyetje. Pastaj u tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, thuani domethënë salavatet si Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kema barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Këtë lloj të salavatve u mësoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve ridwanullahi alaihim. Po ka një lloj tjetër I cili është domethënë më I saktë dhe Imam el-Bukhari rahimahullah e ka përmend në sahihun e tij dhe kjo tregon domethënë edhe vlerën dhe e këtij salavatit, ku thotë domethënë në këtë transmetim Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kema sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kema barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Do thënë këtu dallon ky te Buhariu, që është edhe Sheikh Abadi hafidhahullah thot është domethënë më I preferuar, që domethënë thuhet ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kurse te I pari domethënë ala ali Ibrahim, për familjen e Ibrahimit. Këtu për Ibrahimin dhe për familjen e Ibrahimit. Edhe kjo është dallimi dhe thot Sheikhu domethënë se kjo është domethënë më I plot. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sa I përket kësaj çështjes që quhet domethënë es-salatu al-ibrahimiyya, thot Sheikh Zejdi rahimahullah se është wajib në tashahudin e fundit. Në tashahudin domethënë e fundit ose në tashahudin e dytë. Por në arabisht, domethënë gjuhën arabe, kur ka një gjë vetëm dy çështje I ka, thuhet e para dhe e fundja. E para dhe e fundja. Edhe në gjatë namazit mundet me pas vetëm dy të shahuda, nuk mundet me pas 3 të shahuda. A është ashtu? 1 ose 2. Në akşam, në yaci, në drek, në kindi, 2 të shahuda. Do thonë të shahudi I parë dhe të shahudi I fundit. Po edhe me thënë të shahudi I dytë, s'ka gjë. Këtu, kur I thot Beshir ibn Sa'ad, pejgamberit alayhi salatu wassalam, se Allahu subhanahu wa ta'ala na ka urdhëruar që të dërgojmë salavate për ty, o I dërguari I Allahut, ai domethënë I referohet ajetit. Fjalës Allahu subhanahu wa ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Do thonë këtu kësaj ajetit I referohet sahabiu I nderuar dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith na tregon neve ose është argument se është e ligjshme që njeriu me bë pyetje rreth ibadeteve dhe pyetje rreth raporteve mes njerëzore. Dhe kjo ka qenë rruga e sahabëve ridwanullahi alejhim. I drejtojshin pyetjet pejgamberit alayhi salatu wassalam.
Dhe kështu thot Sheikh Zejdi, kështu veprojnë në çdo kohë dhe në çdo vend njerëzit e mençurisë. Do thonë njerëzit e mençurisë thot Sheikh Zejdi. Do thot ata budallat, ata që janë budalla, me ndjelehti, çka veprojnë ata? Kokë vete punojnë ata, nuk pyesin. Sheikh Zejdi thot në çdo kohë dhe në çdo vend, fi kulli mekanin wa zaman. Në çdo vend dhe çdo kohë, njerëzit e mençurisë kthehen dhe i pyesin dietarët që kështu ata me pas kuptim në fenë e tyre. Si ta përfitojnë ose të fitojnë kuptim në fenë Allahut subhanahu wa taala, duke u kthy dhe duke u mësu prej dietarëve. Jo kokë vetës, jo kokë vetës. Edhe thonë Sheikh Abdul Bukhari hafidhahullah dhe bi'idhnillahi taala këtë pjesë do e përkthej. Sheikhu thotë nuk është kërkuesi dijes ka ardhur për vizita dhe më shumë e ka qëllimin me shkruajt në Facebook ose ku e di ku, se sa dia, kërkimin e diturisë. Se thotë Sheikhu ka njerëz më thonë qëllimi shkon ke dietarat, thotë me dal i vizitova, i dërgova i kështu me radhë. Kurse qëllimi i tij nuk është dituria. Edhe ai nuk është edukuar në mesin e dietarëve. Edhe pastaj thotë nuk ka mësuar në mesin e dietarëve dhe thotë shejkhana, dietari jon, shejkhu jon. Ai s'ka prezantuar dosha 5 mexhliset e atij dietarit. Veç kështu vizita sporade, a thotë? Sporade? Ha? Sporadike, po. Ti ke barakalla, shikoj ti këta krahun e majt. Në vullnetin e ka afër aty. Do me thonë, sporadike. Dallon do me thonë nga një tjetër i cili ka mësuar në mënyrë të mirëfillët ke dietarët. Edhe kjo është ajo e sfinuara, e kërkuara. Kërkohet do me thonë që me mësu ke dietarët në mënyrë të mirëfillët. Po ashtu thot Sheikh Zejdi rahimahullah se prej dobive të këtij hadithit është se dietari e ka për detyrë ti përgjigjet pyetjeve që i din, që ka dije rreth tyre. Nëse ka për detyrë, nëse ka dije, ka njohuri, atëherë ka për detyrë domethënë ti përgjigjet pyetjeve sipas kompetencave dhe njohurive që i posedon, Pastaj hadithi i radhës 269 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah wa an Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في الصلاة قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم متفق عليه. Abu Bakri radiallahu anhu, njeriu më i mirë që ka shkal rrezullin tokësor pas pejgamberëve të Allahut, i ka thënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, më mëson një lutje që të lutem unë gjatë namazit. Kjo allimni, duke e parë domethënë nga aspekti gjuhësor, është urdhër. Allimni. Do thonë urdhër për me mësu një lutje. Por në gjuhën arabe, në domethënë në stilin e gjuhës arabe, kur bëhet urdhëri ose në formë të urdhërit nga një që është në pozitë më e ulët drejt njëri që është pozitë më e lartë, quhet pyetje, kërkesë. Nuk është urdhër. Do thonë me pa bukfalisht nga aspekti gjuhësor është urdhër. Ama kuptimi është domethënë i bën pyetje kërkesë. I ja kërkon pejgamberit alayhi salatu wasallam, nuk ja urdhëron. Kur vjen domethënë nga poshtë lart. Kurse anasjelltas, kur vjen urdhëri ose forma urdhërore nga lart e sipër, atëherë është domethënë detyrë, obligim. Kurse kur bëhet domethënë mënyra forma e urdhërores, por nga dy të njëjtë në rang, është kërkesë. Nuk është as urdhër e as domethënë pyetje që ti përgjigjet tek. Domethënë është kërkesë. Edhe pse ja bën me formën e urdhërores, edhe pse nëse ja bën domethënë formën të
urdhërores. Këtu Abu Bekri radiallahu anhu ja kërkon pejgamberit alayhi salatu wassalam me mësu një lutje që ta thot gjatë namazit. Ku thuhet kjo lutje? Thuhet domethënë para selamit ose në sejdë. Para selamit ose në sejdë. Se Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ka thonë, të gjitha hadithet që vinë në këtë formë ose me këtë kuptim, që përmbajnë lutje, më mirë është, më parësore është të thuhen para selamit. Kurse të gjitha hadithet që përmbajnë dhikr, më mirë është, më parësore të bëhen pas selamit. Do thonë, çka lidhet me lutje para selamit, çka lidhet me kuptimin e dhikrit pas selamit. Por prapë çështja ka gjërsi. Edhe mundesh këtë lutje domethënë, që ja ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam Abu Bekrit radiallahu anhu, me thënë para selamit dhe po ashtu edhe në es-sujud, edhe në sujud. Thot, lutja është, o Allah, unë i kam bërë vetës shumë padrejtësi. Edhe kjo tregon domethënë që robi kur del para Allahut subhanahu wa taala me dal domethënë si nevojtar dhe si lypës dhe i thyer dhe modest. Thon inni zalamtu nafsi dhulman kathira, unë i kam bërë vetë shumë padrejtësi. Kujt jam son këtë lutje? Pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu më të mirë pas pejgamberëve. Do shta dikush për neve, çfarë dhulm kathir? Unë si ku mbo askujt asnjë sen. Unë jam kush jam. Tu thot, ja thot Abu Bekrit radiallahu anhu, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, la yaghfiru dhunuba illa ant. Askush nuk I fal mëkatet përveç teje. Edhe kjo e përmban domethënë tauhid. Faghfirli maghfiratan min indik. Mi fal mëkatet domethënë me një falje nga teje. Warhamni dhe më mëshiro, sepse ti je falës dhe mëshirues. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo lutje domethënë vjen te teshehudi I fundit. Te teshehudi I fundit dhe kjo është më e dobishme për njeriu, për robin dhe më e mirë. Që me I zgjedh domethënë ato lutje që I ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasallam sahabëve të tij ridwanullahi alejhim, ose që vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam I ka praktikuar. Që robi domethënë, dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo lutje është domethënë lutje komplete, e plot, me domethënie domethënë të plot. Që robi të shfaqet domethënë para Allahut subhanahu wa taala modest dhe si nevojtar dhe pranimi I faktit se është I dobët dhe gabimtar. Pranimi I faktit se është I dobët dhe gabimtar. Dhe në anën tjetër me pranu për Allahun subhanahu wa taala tauhidin dhe të pranoj se ajo është I vetmi I cili I fal mëkatet. Dhe kjo është domethënë padyshim domethënë një refuzim I fuqishëm kundër sufive. Padyshim domethënë është refuzim të fuqishëm kundër sufive dhe kundër domethënë që ka qenë sufi Hasan el-Banna, themeluesi I Ikhwanul Musliminëve. Ka qenë sufi që njerëzit dëshmojnë se ai në ato kremtimet e Mevlutit ka prezantu dhe ka përpillu poezia ku thot se ai I cili fal mëkatet është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Kurse pejgamberi alayhi salatu wassalam ja mëson Abu Bekrit me thënë wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Askush nuk I fal mëkatet përveç teje. Kush? Allahu subhanahu wa taala. Askush nuk I fal mëkatet përveç Allahu subhanahu wa taala. Kurse Hasan el-Banna thot se pejgamberi alayhi salatu wasallam I fal mëkatet. Dhe po ashtu Imam el-Bukhari
që ka qenë domethënë po ashtu njeri i fikut, jo vetëm të hadithit, po i fikut dhe i kuptimit. Këtë hadithi Abu Bekrit radhiyallahu anhu e ka përmend në sahihun e tij, duke thënë bab ad-du'a qabla as-salam, kapitullin lutja para selamit, para dhënjes së selamit. Dhe dietarët kanë thënë nëse don ti ta kuptojsh kuptimin e Buhariut për çështjeve të fikut, atëherë shikoj domethënë si i ka titulluar ai kapitullit në sahihun e tij. Aty qëndron në kuptimi i Imam Buhariut. Ai kur e ka përmendur këtë kapitull, lutja para selamit, e ka sjell më njëherë hadithin e Abu Bekrit. Që do të thotë domethënë se kjo lutje bëhet domethënë para dhënjes së selamit. Pastaj hadithi 270 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربعة. Të ky hadith i cili transmeton sahabiu i nderuar Abu Huraira radhiyallahu anhu, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur dikush prej juve bën teshahudin, dhe kjo është për qëllim teshahudi i fundit këtu, atëherë le të kërkojmë mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala nga 4 çështje. Ato janë: Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam. O Allah, unë kërkoj mbrojtje te ty nga dënimi i xhehenemit. Wa min adhabil qabr, dhe nga dënimi i në varr. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dhe prej fitnes gjatë jetës dhe vdekjes. Wa min sharri fitnatil masihid dajjal, dhe prej sherrit të fitnes së dajjalit. Ky është hadith domethënë muttafaqun alayh. Po ashtu hadithi 271 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah wa an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana yad'u fi as-salah Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wa fitnati al-mamat Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram faqala lahu qa'ilun ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف متفق عليه ولفظ للبخاري. Po ashtu, nëna e besimtarëve Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi alayhi salatu wassalam luteshte domethënë në namazin e tij, domethënë në tashahhud, i lutesh ose kërkon të mbrojtje te Allahu subhanahu wa taala nga këto çështje. Çështja e parë domethënë prej dënimit të varrit, pastaj prej fitnes së dejxhallit, pastaj prej fitnes së jetës dhe të vdekjes. Po ashtu edhe fitnes prej kërkon të mbrojtje pejgamberi alayhi salatu wasalam prej mëkateve ose rrëshqitjeve, mos më rrëshqit. Dhe min al-maghram, dhe prej maghram. Çka është maghram? Thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, al-maghram është ed-dain, domethënë borxhi. Por çfarë lloj borxhi është për qëllim këtu? Edhe thot faqala lahu qa'ilun, i tha dikush, dhe në transmetime tjera, në rivajete tjera, i tha një thonjës pejgamberit alayhi salatu, ose i tha dikush pejgamberit alayhi salatu wasalam, të dëgjojmë shpesh herë duke kërkuar mbrojtje prej el maghram. Pse? Ku qëndron domethënë urtësia këtu, shkaku. Këtu thënësi në transmetime tjera qartësohet se kush është. Është domethënë Aisha radhiyallahu anha. Ajo domethënë e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam se po të dëgjojmë domethënë shpesh herë duke kërkuar mbrojtje prej el maghram. Maghram është borxh. Po cili lloj të borxhit? Lloj të borxhit që e çon njeriu, ku tregon pejgamberi alayhi salatu wasallam, ai borxh që e shtyn njeriu kur flet me gënjy dhe kur premton me e thy premtimin. Ai lloj të borxhit që e fut njeriu domethënë në gënjeshtra dhe që e fut domethënë me i thy premtimet të dhëna. Se përndryshe domethënë në esencë borxhi lejohet. Ama ky lloj borxhit, prej këtij lloj të borxhit, kërkon te pejgamberi alayhi salatu wasallam mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Lloj të borxhit domethënë që kur flet pastaj borxhliu,
kur i vinë ata borxhdhënësit, kur ja kërkojnë, atëherë borxhliu kur flet gënjen dhe kur premton e thyn premtimin e tij. Nga këtij lloj borxhit kërkonte pejgamberi alayhi salatu wasallam mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe këta lutje, domethënë si në hadithin e Abu Hurairës radhiyallahu anhu dhe hadithi i Aishës radhiyallahu anha, që me kërkuar mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala nga këto 4 çështje, është mustahab. Të gjitha domethënë dietarët, 4 dietarët domethënë të medhhepeve, a'immatul arba'a, domethënë 4 dietarë të medhhepeve e kanë mendimin domethënë se këta lloj lutjesh janë mustahab, por janë të vërtetuar prej nga veprat e pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe fjalët të tij. Që muslimani duhet domethënë, nuk bën domethënë me i nënglizhu, por më shumë duhet domethënë me u mundu që me i zbatu dhe mos u bë prej ata që këto lutje e kalojnë gjuhën, por nuk e kalojnë zemrën. Ose nuk e prekin zemrën. E kuptove? Do thonë mos u bë prej ata që e kalojnë ose kalojnë në përgojën e njeriut, por nuk kalojnë në zemër, nuk depërtojnë ose nuk e prekin zemrën. Por bëu prej ata domethënë që e thot me gojë dhe e prek zemrën. E ke zemrën prezente. Dhe i vetëdijshëm se çka je tu thon. Që me kërku domethënë na mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala për këtyre çështjeve domethënë na madhështore, që është prej dënimit të zjarrit, nga dënimi i varrit, prej fitnes gjatë jetës dhe së vdekjes. Dhe thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, gjatë jetës domethënë ato fitna nga aspekti gjuhësor është el ibtila wal ikhtibar. Do thonë belaja, sprova dhe testi që i ndodhin njeriut gjatë jetës së tij. Pejgamberi alayhi salatu wasallam kërkon të mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe po ashtu edhe për fitnën gjatë së vdekjes. Kjo së vdekjes thotë Sheikh Abadi hafidhahullah është ato momentet e fundit që njeriu domethënë përjeton gjëra madhështore dhe të rënda dhe të vështira që ti tash ti lutesh Allahun subhanahu wa taala që Allahu taala me të forcu ty gjatë ato momente të dobësisë dhe të vështirësisë. Prandaj duhet domethënë me i bë këto lutje jo vetëm me kalu gojën, po me prek edhe zemrën. Që me pas këto lutje pastaj efekt dhe fryte gjatë atyre momenteve domethënë të vështira. Edhe thotë që Habadi hafidhahullah është ajo fitnja domethënë e varrit, që i vinë me laçet dhe e pyesin kush është Zoti yt, cila është feja yt dhe kush është pejgamberi yt. Sheikh Abadi e thotë domethënë me gjithatë mirëkuptim dhe pa kompleksitet, thotë Sheikh Abadi pyetjet sprova e varrit ku njeriu pyetet për men rabbuk. Kush është Zoti yt? Nuk thotë Sheikh Abadi ju këtu është për qëllimi kështu, po e the kështu, po e ngatrove kështu. Domethënë ku jeni ju nga rruga e dietarëve që pretendoni se kjo është domethënë ndjekja e dietarëve, që ti ndjekish dietarët edhe në ligjerin, edhe në kuptimin e fesë, edhe në zbatimin e fesë. Sheikh Abadi thotë me shumë domethënë komoditet. Sprova e varrit prej pyetjeve men rabbuk. Nuk thot jo po tash mos e thon men rabbuk, do njerëzit e ngatrojnë me rububien, hajt ta thon men ilahuk, se kuptimi është men ilahuk, që është e vërtet. Nuk ka asnjë farë problem. Por problemi qëndron në akon tjetër, te logjikat atyre njerëzve të prishura dhe të kufizuara. Dhe shkaku i asaj logjikës të kufizuar i kanë kufizuar njerëzit ose vëllezërit ku janë sot. Pastaj hadithi i radhës 272 an Wail ibn Hujr radiyallahu anhu قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم
Shkon e thonë Wail, Abdullah ibn Abbasit, sahabët të tjera, Ebu Mesud el Ansari, krejt do të thonë tregojnë ndodhit që i kanë përjetu me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ndodhit. Që kështu do të thonë, ti e ke marrë dijen me zbatimin e asaj dijes, me vepran që e ke pa duke zbatuar pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ne sot nuk e kemi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Kën e kemi? Trashëgimtarët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, që janë dietarët. Atëherë, kur të mundsohet ty, duhet mi shiku këta gjëna, namazin, sjelljen, çështjet e gjëna tjera, mënyra e ngrënjes e pijes, e lëvizjes, e të folurit. Kretë do të thonë prej dietarëve. Kretë prej dietarëve. Edhe ju duhet me respektu logjikën e tuaj. A është ashtu? Me respektu logjikën duhet. Ti tash shiko, domethënë, a kanë përmend ata do një rast e kena pa Shekh Rabin, e kena pa Shekh Abadin, e kena pa Shekh Abdullah Bukharin, e kena pa Shekh Fauzanin. Po ne respekto logjikën. Thot Wail ibn Hujr radiyallahu anhu, sallaytu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wasallam, فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thot Wail radiyallahu anhu, jam falur pas pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe jep të selam në anën e tij të djathtë, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dhe po ashtu edhe në anën e majtë të tij, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ajo do më thonë që njihet më së shumti, dhe kjo është mendimi i xhumhurëve, se mjaftohet njeriu do më thonë gjatë selamit, assalamu alaikum wa rahmatullah. Edhe në anën e majtë pastaj, assalamu alaikum wa rahmatullah. Kjo është ajo do më thonë që është më e përhapur. Dhe thot që i Zejdi rahimahullah, se njeriu nuk del prej namazit së tij përpos se duke i dhënë dy selamet, selami në anën e djathtë dhe po ashtu edhe në anën e majtë. E kush e lën, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kush e lën selamin në anën e majtë me qëllim, atëherë namazi i tij është i prishur. Namazi i tij është domethënë në i kot, anulohet. Edhe pse ka domethënë mendim që Imam Maliku rahimahullah është mjaftu me një selam në anën e djathtë, por ajo që shihet prej argumenteve është që duhet patjetër domethënë me i dhënë dy selame, që me i dhënë dy selame, dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe kjo shtesa wa barakatu bon të përdoret ka njëherë, por ajo që është më e përhapura dhe pjesa e madhe e dietarëve që kanë mendimin se me u mjaftu do më thonë, assalamu alaikum wa rahmatullah. Si në anën e djathtë, po ashtu edhe në anën e majtë. Pastaj, hadithi radhës 273, an Warrat katib al-Mughira qal, amla alayya Mughira ibn Shu'ba fi kitabin ila Muawiya radiyallahu anhum, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد متفق عليه. Warrat ishte një njeri që ishte ai I cili shkronte, I bonte shkrimet për Mughira ibn Shu'ba. Edhe thot, një ditë më boni një diktat Mughira, më tregoi disa fjalë që deshte t'i shkruaj unë për të dhe t'i dërgojmë Muawiyas radiyallahu anhu. Dhe për çështjeve që I shkruajti dhe ja dërguan Muawiyas radiyallahu anhu, se pejgamberi alayhi salatu wasallam pas çdo namazit të farzit, sepse këto kur përmendet tash pas namazit të farzit, bëheshin këto lutje, do vinë edhe lutje tjera, është për qëllim domethënë pas namazit të el mektuba, do të thonë namazi farz. Kurse pas
nafileve nuk ka lutje të tilla. Se ka për shembull në Kara, se di ku e kam dëgju, prej dikush prej vëllezërve që pas nafileve thotë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ai ka mendim të mirë, domethënë, ka synim të mirë, po si kanë thënë selefi, synimi domethënë i mirë nuk mjafton. Po duhet përputhet çështja me rrugën dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë këto lutje janë të ligjshme dhe të vërtetuara që me izbatu muslimani pas namazeve që i ka për detyrë, pas domethënë farzeve. Edhe ato janë domethënë la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa dhal jadd minka al-jadd. Pastaj po hadithi Ebi Zubair قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم. Do thonë Ibn Zubairi po ashtu pas çdo namazit, pas jepte selam, thoshte la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'ma wa lahu al-fadl wa lahu ath-thana' al-hasan la ilaha illa Allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Edhe thotë se një gjë e tillë e ka vepruar pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, të gjitha këto lutje përmbajnë tauhid, veçim i Allahut subhanahu wa taala dhe përmbajnë domethënë madhërim dhe lavdërim për Allahun subhanahu wa taala, që janë lutje të ligjëruara në një kohë të caktuar. Po i ku ajo koha, atëherë domethënë s'bën me e thënë. Ajo koha është me njerë pas namazit. Nëse tash ti qohesh pas namazit edhe angazhohesh edhe mas 20 minuta, mas gjysore të kujtohet, i e liru për angazhimeve, edhe thuash hajde ti boj ato lutje, nuk është më koha. Ka kaluar koha domethënë e këtyrve lutjeve. Pastaj hadithi i radhës, an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة. Transmetohet se Sa'di ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu u mëson të fëmijëve të vet këto fjali tash që do i mësojmë, që do i shohim, u mëson të fëmijëve të vet ashtu si ja mëson mësuesi fëmijëve shkrimleximin. Do thonë në mënyrë të përpikt. Cilat ishin ajo? يقول فوشت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر كل الصلاة. Domethënë, pejgamberi alayhi salatu wassalam i thoshte ato ose kërkonte mbrojtje nga ato tek Allahu subhanahu wa taala gjatë çdo namazit. Ktu domethënë çdo namazit është për qëllim para selamit. Cilat ishin ato? Ishte Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhl. O Allah, unë kërkoj mbrojtje tek ti nga kopracia. Wa a'udhu bika min al-jubn. Dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga frikacia. Me qenë frikacak. Me qenë koprac. Edhe me qenë koprac me dije, është më e keq ose me qenë koprac me lek. Edhe me kufizu, edhe me ngatru njerëzit. Se dhe dija, sikurse paraja, leku, e ka zeqatin. Edhe dija e ka zeqatin e vetë, që me përhap. Që me përhap, do më thonë, në mesin e muslimanëve. Wa a'udhu bika min an uradda ila ardhalil umr. Dhe kërkoj mbrojtje tek ty, o Allah, që të shkoj në një mosh aq të shtyr. Kanë thënë dietarët, domethënë kuptimi është ardhalil umr, sikurse me u kthy si foshnja. Do thonë bëhesh domethënë bar për të tjerit. E kuptoni domethënë. Prej kësaj pejgamberi alayhi salatu wasallam kërkonte mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe a'udhu bika min fitnati dunya, dhe kërkoj mbrojtje te ty o Allah prej fitnes së dunjas, wa a'udhu bika min adhabil qabr. Dhe kërkoj mbrojtje te ti nga
dënimi i varit, nga dënimi domethënë i varit. Dhe thotë Sheikh Zedi rahimahullah, një lutje e tillë është më mirë të thuhet para selamit. Para selamit. Po edhe nëse e thotë Sheikh Zedi pas selamit, e ka vepruar domethënë në veprimin e ka në rregull. Punën e ka domethënë në rregull. Dhe më e mira është dhe më e përsosura që muslimani ti përmbahet këtyre lutjeve që janë të transmetuara nga pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe po ashtu nga ky hadith mësojmë çka mësojmë se sahabët Saadi radiallahu anhu ishte prej sahabëve ridwanullahi alejhim dhe prej të parëve sahabët ridwanullahi alejhim kujdeseshin për fëmijët e tyre. Si tha, u mëson të këto fjalë sikur sa mëson mësuesi fëmijëve shkrimleximin. Do thonë ishte i përpikt. Edhe kështu duhet me qenë thonë dietarët për këtë hadith mësojnë që babai ose prindi ose nana t'i mësojnë fëmijëve të vetes sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Edhe i e përgjegjës për ato fëmijë. Dhe duhet me ndajt kohë domethënë për fëmijët, me eduku, me pa domethënë ku kanë dobësi, me i këshillu e kështu me radhë. Dhe kjo duhet të jetë domethënë domethënë e vazhdueshme e përditshme. Edhe çështja është që tulabul ilm kanë dobësi në këtë aspekt. Tulabul ilm mundohen të apin dobi të tjerëve, kurse fëmijët e tyre i harojnë. Që më parësor janë fëmijët njëherë, me eduku, me investu kohë me ata, me u përqëndru me ata, pastaj të hujt. Kjo është një dobësi të tulabul ilm. Në përgjithësi, barakallahu fikum. Pastaj hadithi i radhës 276 عن ثوبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام. قال وليد بن مسلم فقلت للأوزاعي كيف الاستغفار؟ قال تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. Thaubani radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam pasi që e përfundonte namazin, pasi që jepte selamin në anën e djathtë dhe në anën e majt, atëherë 3 herë domethënë bonte istighfar, astaghfirullah, 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 dhe thosh Allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta dhal jalali wal ikram. Edhe thot Walid ibn Muslim, njëri nga transmetuesit të këtij hadithit, i thash Euzaiut, si i kërkonte falje Allahu subhanahu wa taala, si të bëhet kjo? Atëherë Imam Euzai rahimahullah ka thënë, domethënë e thuash astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Domethënë barakallahu fikum Walid ibn Muslim prej dietarëve të mëdhej, prej imamllarëve të Shamit. Imam Euzai po ashtu. Po nuk është trupru me apo një pyetje të tillë. Domethënë shikoni, pyetje ndoshta neve na duket shumë e pyetje thjesht ose e kuptojmë. Sepse idha insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Kur e përfundonte namazin, kërkonte domethënë falje 3 herë. Kjo mënyra e kërkimit faljes si ishte, i thot Walid ibn Muslim Euzaiut rahimahullah. Si ishte? Atëherë Euzai rahimahullah si imam, si edukues, i tha, thuaj 3 herë domethënë astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thonë selefët ridwanullahi alejhim s'kishin turp me bë pyetje. Se ma me ti ta ulish vetën edhe ta bësh pyetjen dhe ti jesh në qartësi dhe siguri se sa të tregohesh kryelart, arrogant, edhe të mesësh gjithë jetën tënde ignorant. Shekhu jon Shekh Abadi hafidhahullah thot për këtë hadith se ky hadith, implementimi ose zbatimi i këtij hadithit bëhet menjëherë pas selamit kur e jep imami, edhe ai që falet pas imamit, ose ai cili falet vet pas namazit, domethënë fars.
Imami thot Sheikh Abadi hafidhahullah, e thot kët astaghfirullah, Allahumma anta salami wa minka salam, tebarakta dhul jalali wal ikram. E thot kët thot Sheikh Abadi duke qenë ose duke qëndruar në drejtim të kibles. Masi që e thot kët lutje, atëherë kthehet ka xhamati. Masi që e thot kët lutje, domethënë, kthehet ka karshi xhamatit. Sheikh Zeidi rahimullah një gjë e tillë nuk ka përmend në shpjegimin e tij, po alhamdulillah, Sheikh Abadi hafidhahullah, prandaj morim shpjegimet e edhe Sheikh Abadit edhe Sheikh Zeidit rahimahullah, që me përfitu sa më shumë, që një gjë e tillë domethënë praktikohet nga ana e imamit, duke qëndruar domethënë i drejtuar në drejtim të kibles. Pasi që e thot këtë lutje, menjëherë domethënë kthehet karshi xhamatit. Pasaj hadithi radhës 277, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Të ky hadithi e Abu Hurajras radiallahu anhu, që thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush thot pas namazit 33 herë subhanallah, pastaj 33 herë elhamdulillah dhe 33 herë Allahu akbar, këta do të thonë 99 herë, e pastaj 100 herë e plotson duke thënë domethënë la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Atëherë i falen atit mëkatet edhe nëse janë sa shkuma e detit. Do të thonë edhe nëse janë të shumta. Edhe nëse janë të shumta, i falen atit mëkatet. Dhe dihet domethënë se kuptimi është për mëkatet e vogla, kurse për mëkatet e mëdha duhet domethënë kërkohet patjetër domethënë pendim. Dhe prapë thotë Sheikh Zeidi rahimahullah se këto adhkar janë domethënë të ligjshme në kohë të caktuar, e cila është domethënë me njëherë pas namazit. Nëse nuk i bëna atëherë bi. Nuk mundesh me thënë mas gjysë ore se mas një ore tash u lirova dhe kam vakët, kam kohë, atëherë po e bëj. Jo, tash domethënë kam mbaruar ajo koha. Dhe thotë Sheikh Zeidi rahimahullah që njeriu duhet domethënë t'i kushtojnë rëndësi këtyre adhkarëve, dhikreve, se përmbajnë domethënë vlerë të madhe dhe janë në dobi të besimtarit, që nuk duhet domethënë me i nënglizhu, por duhet me qenë i përpikt dhe me marrë kohë që me i zbatu. Pastaj hadithi radhës 278 عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Tregon Muadhi radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam më mori për dorë. Kjo tregon domethënë moralin të lartë të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe modestia e tij me sahabët ridwanullahi alayhim. Dhe i tha: o Muadh, wallahi pasha Allahun unë të dua ty. Që pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk hezitonte me i thon sahabiut, shokut vet Muadhit radiallahu anhu, unë të dua ty. Ja Muadh, wallahi inni la uhibbuk. Dhe pjesë e kësaj dashurisë që kam unë për ty për hir të Allahut, unë të këshilloj ty o Muadh, ose ta jep një porosi, një këshill. Mos me lën pas çdo namazit ta thuash, edhe këtu pas çdo namazit do të thon fars. Çka? Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, do të thon më ndihmo mua që me të përmend dhe me të falenderu dhe me bo domethënë në ibadetin në mënyrë më të mirë.
Do thonë ti lutemi Allahu subhanahu wa taala me këto lloj lutje që ja ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam shokut vet Muadhit radiallahu anhu. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadithi Muadhit radiallahu anhu përmban se është argument se dashuria në mes besimtarve është detyrë, është obligim. Në përgjithësi. E dashuria dashuria midis njerëzve të dijes dhe të imanit është obligim, domethënë në mënyrë të veçantë dhe specifike. Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se për këtij hadithit mësojmë se është e ligjshme, e lejuar që m'ia tregu të tjetrit se ti e do atë për hir të Allahut subhanahu wa taala, që kështu domethënë të forcohet dashuria në mesin e besimtarëve. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se hadithi përmban domethënë dy mundësia, që me thënë këtë lutje para selamit dhe po ashtu pas selamit. Por më e mirë është para selamit dhe këtu përfshihen imami, ai i cili është falur pas imamit dhe ai i cili falet i vetëm. Që është e ligjshme domethënë që me bë domethënë këtë lutje Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, këtu domethënë kur e mendon njeriu për mbajtjen e këtij hadithit madhështor, përfitojmë prej kësaj se robi i dobët kërkon nga Zoti i tij gjithfuqishëm që m'ia dhuruar këto çështje. Pra tash në hadith është lart Allahumma, që origjina e kësaj fjalë Allahumma është o Allah. Sheikh Zejdi thotë min rabbihi, min rabb el-qadir. Er-rabb el-qadir. Janë dy domethënë emrave të Allahut subhanahu wa taala që lidhen me tauhid er-rububiyya. Er-rabb el-qadir. Kurse në alto është hadithi Allahumma. Allahumma që o Allah. Sheikh Zejdi thotë kuptimi dobive të këtij hadithi që përmban që robi i dobët i kërkon Zotit vet i gjithfuqishëm. Zotit vet domethënë. E shpjegon Allahumma me rabb. Shkoni domethënë kjo është çështja. Domethënë ku janë ato njerëz? Ku janë ato njerëz për këtyre kuptimeve? Thotë Sheikh Zejdi prap në vazhdim prap edhe poshtë edhe një herë përforcon. Pra robi kërkon ndihëm min rabbihi nga Zoti i tij që me ndihmu me përmend dhe të jetë falënderues mirënjohës ndaj tij. Kërkon ndihëm në hadith është Allahumma o Allah, kurse Sheikh Zejdi dy herë thot rabbihi. Tash sipas kuptimit të ngushtë, do të më thonë Sheikh Zejdi e ke ngatruar tauhidin, e ke deviju tauhidin. A nuk është ashtu? Kjo është kuptimi i atyre pretenduesve që pretendojnë mbrojtjen e tauhidit. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, Allahu më shëroft Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah, ku thotë se dhikri i ka 100 dobi. Dhikri ka 100 dobi. Dhe prej dobive, e ka përmend Sheikh Zejdi rahimahullah, një dobi për atyre 100-ve, që ai i cili e përmend Allahun subhanahu wa taala ka me hyrë në xhennet duke qesh. Do thonë duke qenë i gëzuar, duke qesh. Prej dobive të dhikrit është, ka thënë Ibn al-Qayyim rahimahullah, se ai i cili ka përmend Allahun subhanahu wa taala në dunja ka me hyrë në xhennet, domethënë wa huwa yadhhak, domethënë duke qeshur. Duke qeshur nga lumturia dhe gëzimin që e ka. Me lusë Allahun subhanahu wa taala na bën neve për atyre. Pastaj hadithi i fundit të këtij kapitullit dhe me atë përfundojmë bi'idhnillahi ta'ala
është hadithi e Ebu Umama radiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara ayat al-kursi wa qul huwa Allahu ahad dubura kulli salatin maktuba lam yamna'uhu min dukhul al-janna illa al-maut. Thot Ebu Umama radiallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë kush e lexon ayatul kursi dhe suratul Ikhlas pas çdo namazit fars nuk e pengon atë nga xheneti ose hyrja në xhenet për vetëm se vdekja. Dhe padyshim do të thonë tregon vlerën e dhikrit, vlerën e ayatul kursi dhe vlerën e suratul Ikhlas. Por Sheikh Abadi hafidhahullah tha se ky hadith me thënien do të thonë kush e lexon ayatul kursi dhe suratul Ikhlas, kjo do të thonë pjesa suratul Ikhlas në këtë hadith është e dobët. Do thonë në këtë formulin ta lexosh ti pas namazit ayatul kursi, pastaj suratul Ikhlas dhe ta shpresosh këtë shpërblim nuk është argument. Po ka hadithe tjera që janë transmetuar në Sunen e Tirmidhi ku është e vërtetuar se po suratul Ikhlas lexohet pas çdo namazit fars, por duke bashkangjitur ose renditur me El Falaq dhe suratul Nas. Domethënë, e lexon suratul Ikhlas, pastaj El Falaq, pastaj En Nas. Kjo po, nga hadithe tjera. Ama me thënë ti vetëm ayatul kursi dhe suratul Ikhlas nuk është domethënë e saktë. Nuk është e saktë. Dhe prej dobive të dhikrit, thot Sheikh Zejdi rahimahullah se es-salafu salih ridwanullahi alejhim ishin shumë të përkushtuar në lidhje me dhikrin. Sa që ata e përmendshin, bëjshin dhikr gjatë grënjes. Duke ngrënë ushqim, bëjshin dhikr. Duke qenë në udhtim, duke qenë në shtratin e tij, duke qenë domethënë në rrugë ose duke shkuar në xhami, e përmendshin Allahun subhanahu wa taala. Pse? Sepse thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, dhikri është ndriçimi i zemrave, i ndriçon zemrat. Dhe është ushqim për shpirtrat. I ndriçon zemrat, i ushqen shpirtrat dhe është bagazh madhështor që e merr muslimanin për ahiret. Dhe është prej shkaqeve që robi me shpëtu nga dënimi Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lavdruar ata që i bëjnë dhikr. Ka thënë Allahu ta'ala وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Ato do thënë ata burrat që përkujtojnë e përmendin Allahun subhanahu wa ta'ala dhe po ashtu edhe gratë, atyre ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala për ata falje dhe shpërblim madhështor. Dhe shpërblim domethënë madhështor. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se prej dobive të dhikrit është se ai i cili bën dhikr, ai u tejkalon atyre që shpenzojnë arë dhe argjend dhe çështjeve të dashura prej dunjas që i kanë. Ai që jep sadaka domethënë, jep para, sadaka, lëmosh, edhe dhahab, jep dhahab, do thonë, arë, edhe argjend, fidda, edhe për çështjeve do thonë që i ka të afërta në zemrën e tij. Megjithatë lëmosh e jep, ky që bën dhikr ja tejkalon me dhikrin. Barakallahu fikum. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.